Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat e horoskopit që bëjnë çdo gjë për lek. Në vend të parë Demi. Demi është materialisti klasik, do sigurinë dhe stabilitetin financiar, nuk i shpëton mundësisë për të fituar dhe punon fort për çdo lek që vjen në duart e tij. Është i kujdesshëm, i durueshëm dhe i mençur me financat. Demi di të përdor parat në mënyrë strategjike. Për të, çdo vendim ka një llogari pas. Në vend të dytë Briciapi. Briciapi nuk lë gjë rastësisht. Ai e planifikon çdo hap dhe nuk merr rreziqe pa kontroll. Paraja për të është mjet dhe pushtet. Briciapi punon në heshtje, por gjithmonë arrin atë që dëshiron. Ai e di se suksesi financiar kërkon durim dhe strategji të fortë. Në vend të tretë Virgjëresha. Virgjëresha i merr parat shumë seriozisht. Ajo analizon çdo shpenzim, çdo mundësi fitimi dhe çdo investim. Nuk i shpëton detajeve dhe gjithmonë kërkon mënyrën për të rritur financat pa humbur kontrollin. Për Virgjëreshën, financat janë art dhe shkencë njëkohësisht. Në vend të katërt Akrepi. Akrepët janë mjeshtër të lojës së paras, dinak, strategjik dhe shpesh shumë të vendosur. Nuk i ndalon asgjë për të arritur objektivat financiare. Ata përdorin inteligjencën dhe ndikimin e tyre për të fituar atë që duan dhe shpesh e bëjnë këtë pa u vënë re.